Nuk i din që ato qëndrime, aty do individve, do situata ku ti e përmenden e se na dojmë, edhe na po më kemi bloku për renatë politike. Sepse zgjedhja nën kryetarëve bëhet me njerë pas zgjedhjes së kryetarit. Po nuk mundesh me bloku, ti mundesh me bloku vetëm nëse ki marrëveshje me PDK-n të rastikit 80 vota. Ne nuk duam asnjë me bloku, veç po them që ka mekanizëm blokues. Po ta shpjegoj teknikisht, ka mekanizëm, po ti s'ke vota. Kjo është ide. Sepse nëse zgjedhi, ti nëse zgjedh ki marrëveshje dhe për koalicion me qeveri. Zgjedhjet i dyti, jo i pari. Nëse zgjedh që atëherë je në rregull. Unë çka po them? Unë më të them çka po thu ti. Pra, nëse ka marrëveshje për qeverin, ki marrëveshje për kryetarën e Kuvendit. Deri atëherë rrjedhimisht kushtrim, këtu absolutisht faji kryesor është te shumica, e cila nuk po arrin me gjet partner. Që i bie te vetëvendosja. Po normalisht po arrin me gjet partner me te kalu këtë krizë. Apo i bie që s'janë të interesuar apo s'po arrin? Jo që s'janë të interesuar, por është veprim taktik politik shumë legjitim. Po pse? Po kanë taktikat veta politike. Na stacionon kushtrim me provonën ndaj aty me fut PDK-n shembull në koalicion. Me gjithë një zhvillim ose krijojnë një situatë, po një situatë në cilën mund gjejnë zgjidhje dhe të shkojnë me PDK-n, shembull po flas. Kushtave ty? Ose kush po thot ty që me PDK-n? Ky është pendimi jam. Fal, okay. Pak e bazuar në analizë, pak në informacion. Janë informacion, po garantoj s'ki. Po analizë po janë me na fut në një informacion TV-ja s'ka, e vërtetë. Analizë mundesh me pas. Mund ta thash edhe diçka, po analiza pak bazohet në informacion dhe në situatë që ndodh. Mi thuaj lirisht informacion se ke informacion thuaj ta dim. Jo po smut, unë nuk kam në frikë si do. Thuaj o burr se kjo unë kam respekt për ty, po nuk më me thonë ç'është e vërtetë. Gazetarët i kanë të mbrojtura. Informacionet, po informaciona burim nga burime fakti kushtrim që këta po ndin jo komod. Sa përmendet PDK ka diçka, kështu që ta di. Pse po thu jo komod, bajqënosi edhe Rexhe? Po kthejnë se s'po dojnë me besu që mund të ketë diçka.